Erjan, një koment edhe nga ju, si e shikoni Partizanin në këto momente? Ky Partizan ka limite, Partizani këtij sezoni. Megjithatë, trajneri Kërnaja fillimisht bëri një punë shumë të mirë dhe vazhdon të bëjë punë shumë të mirë në fushë, por duke qenë edhe pa eksperiencë, ndoshta në momente të caktuara kapi pak entuziazmi dhe me disa deklarata provokative para ndeshjeve, si duket nxiste më shumë kundërshtarët. Deklaratat, falë që ndërpres, i kishte edhe gjatë kohës që kishte rezultate, që nuk besoj që kanë bërë ndryshime deklaratat. Po ta vesh që në fillim ka qenë... Mungesë eksperiencë kjo, sepse... Nuk duhet ta komentoj mungesë apo jo, thjesht deklaratat si Nike i ka pas në çdo moment. Në fushë nuk luhet më me fanellën. Para çdo ndeshje kujtonte historinë, Partizani, kështu për një farë forme. Po ta marrësh me histori, kundërshtarit një motivim ekstra kur vjen kundër te, për të kundërshtuar ti, kështu që ishte edhe një reagim i tifozërisë që evidentonte këtë fakt. Thoshin, "Okej, le të mjaftohet me punën në fushë." Dhe ndoshta kam parë që këto javën e fundit ka qenë goxha më i qetë.